Kjo bisedë që do të bëjmë sot, është bisedë që ne kemi bërë dhe tjera, por është mirë të rikujtojmë, dhe kisha në praktikën e saj përsëri dhe përsëri rikujton fjalët e Zotit të vërtetën për të mundur gënjeshtrën. Dhe gënjeshtra nuk është abstrakte, gënjeshtra e ka babajnë e vet dhe babai i gënjeshtrës është djalli. Pra, me këtë bisedë ne i drejtohemi çdo kujt që ka vesh për dëgjuar, por në mënyrë të veçantë drejtohemi krishterëve ortodoks. Dhe veçanërisht i drejtohemi atyre të krishterëve ortodoks të cilët janë infektuar nga një frymë liberale deri në apostazi dhe e kanë fjalën këtu për festimin që ata kërkojnë të bëjnë për vete dhe për fëmijët e tyre me festën demoniake të Halloweenit. E kemi bërë këtë temë, por çdo vit kjo përsëritet dhe nga data 31 tetor deri në 1 nëntor, pra në vigjilje, bëhet fjalë për një shfaqje karnavalesh të shëmtuara, një ringjallje të paganizmit kelt të përzier me okultizmin dhe kryesisht me satanizmin. Këtë e shikojmë për shembull në vitrinat e dyqaneve të shumtave, por edhe në biznese, por edhe në reklama, në internet, në televizion, ku njerëzit përgatiten për të festuar festën e Halloweenit. Ca e din çfarë është festa e Halloweenit, ca nuk e din, por i kap ai mentaliteti i turmës se është mirë për të festuar ndryshe për t'u argëtuar. Por duhet dim se kjo ditë është kushtuar Zotit të vdekjes, Samsait, që sipas pritërive druid kelt kishte pushtetin mbi shpirtrat e njerëzve të mirë dhe të këqij. Njerëzit sakrifikonin te Samsai, flasim për paganët e lashtë, për keltët, që ai mos lejonte shpirtrat e këqij të dilnin nga bota e vdekjes, nga ferri domethënë, dhe të shkonin prapë tek njerëzit. Dhe kështu, sipas keltëve, kur mbaronte muaji tetor dhe hynte muaji nëntor, pra hynte dimri, sipas fantazisë së tyre, cipa e ajrit ishte shumë e hollë, kështu që sipas tyre, në besytnin që ata kishin, rrezikoheshin që shpirtrat e këqij që nuk ishin gjetur vend në botën e vdekjes, pra nuk ishte pranuar Samsai, të shkonin përsëri tek trupat e të gjallëve. Kjo i friksonte ata dhe kjo ishte arsye që keltët pagan, njerëz me besytni, në këtë ditë ndryshonin fytyrat e tyre, vinin maska, ndryshonin rrobat, burrat visheshin me rrobat e grave dhe grave me të burrave, po ashtu për t'i marrë me të mirë shpirtrat që sipas tyre qarkullonin në ajër, që mos hynin tek shtëpitë e tyre, tek trupat e tyre, në oborret e shtëpive vinin ëmbëlsira, vinin mjalt, diznin zjarre, e kështu e kalonin këtë natë, që donin të ruheshin nga shpirtrat e të vdekurve. Por, problemi është se edhe pse kanë kaluar kaq shekuj, prap këto rite pagane të gabuara, të adhurimit të perëndive pagane që, si thotë psalmisti, perëndit e kombeve janë demon, edhe sot, flasim në shekullin e 21, përsëri po shfaqen. Dhe por i shfaqen me gjithë fuqinë e vet, jo vetëm thjesht me besytni, domethënë që duke patur këtë besytni se shpirtrat që kollojnë në eter dhe hyn tek trupat e njerëzve të shtëpitë të orëndit, por festa e Halloweenit është bërë sot një festë satanike me një performancë të theksuar dhe të dukshme dhe të qëllimshme satanike. Dhe askush nuk mund të thotë që sot kjo festë nuk ka lidhje me djallin, me adhurimin e djallit dhe të satanait. Sepse e para duhet dim se Samsai, Zoti i vdekjes, për ne të krishterë nuk është gjë tjetër veç se është djalli.
sepse, siç na thot edhe Solomoni i urtë, nga zilia e djallit erdhi vdekja në botë. Por keltët u kristerizuan në shekullin e 7 dhe ata kuptuan se gjithçka që kishin si besëtni për shpirtrat që qarkullonin e te ishte gabuar dhe hoqën dorë nga kjo fest pagane. Dhe ata besuan në Zotin Jezu Krisht, që është Zoti i të gjallëve dhe i të vdekurve, ashtu si na thuhet në tekst Bulesa. Unë jam i pari dhe fundit, dhe i gjalli, isha i vdekur, por jam i gjallë në shekujt shekujve, amin. Unë i kam qersat e vdekjes të Hadit. Kështu që keltët hoqën dorë nga adhurimi i Samsait dhe adhuruan Zotin Jezu Krisht. Madje Papa Bonifaci i 4, për të zhdukur festën pagane të Halloweenit, vendosi që në këtë ditë, në kishën perëndimore ose në perëndim, të kujtoheshin shpirtrat e shenjtorëve ose shpirtrat e të drejtëve. Prandaj dhe kjo ditë u quajt Allus Dei, pra dita e gjithë shenjtorëve, ose Allus Eve, dita e shpirtrave. Dhe kështu kemi dhe atë që quhet sot Halloween. Por duhet dim se kujtimi i shpirtrave të vdekurve festohej në perëndim në një datë ndryshe dhe në lindje në datën ndryshe. Dhe prandaj kemi edhe neve një ditë tjetër ku festojmë shpirtrat ose kujtojmë shpirtrat e të fjeturve të gjithë shenjtorëve, që kemi në ditën e gjithë shenjtorëve ose mbas Pendikostis. Por duke filluar që nga shekulli i 19, kur keltët, që janë irlandezët e sotëm, skocezët, ata emigruan për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje sollën edhe këtë kulturë që e kishin të ruajtur, të mbartur, dhe e zhvilluan përsëri duke e ringjallur atë fest pagane, siç festonin keltët e vjetër. Dhe e humbën kuptimin e festës Halloweenit si festa e gjithë shenjtorëve ose e shpirtrave që kanë fjetur në Krishtin, dhe u kthyen pra paganizmit, duke pasur atë besëni për të pasur frikë, sepse shpirtra lëvizin e terë dhe futen tek trupat e njerëzve. Dhe kështu u ringjallën ato rite që bënin keltët, siç e shikojmë dhe sot, kur njerëzit bëjnë kostumeri të frikshme për larguar shpirtrat ose vendosin aksesor po ashtu të frikshëm, por që larmia e këtyre aksesorëve dhe kostumerisë ka arritur deri atje sa ne shikojmë sot kostumeri që bëhen me vampira, bëhen me shpirtra ose me ershtra të vdekurve, me skelete, bëhen me infermiere seksi, me gjak, pra futin edhe dhunën, futin edhe horrorin, futin dhe seksualitetin, dhe mbi të gjitha edhe në performancë të theksuar dhe dukshme të satanait që shfaqet me brira gjëra. Pra, sot performanca është diabolike, shtrigërie dhe okultizmi. Pra, kjo fest nuk është më as si festonin keltët, as siç u kthye në perëndim që ishte festa e gjithë shenjtorëve, sot është bërë festë e djallit. 100%. Dhe ca e din, ca nuk e din. Por, jemi në kohën e re në thonjza, në New Age-in, që quhet koha e re, koha e ndriçimit, koha e njerëzve të rinj, që nuk është gjë tjetër veçse një kohë e vjetër, koha e paganizmit ose neopaganizmit. Ku njerëzit sot, duke u ngjarë asaj turme, pa mendim, thjesht shtyjnë njëri tjetrin drejt sheolit, drejt vendit të vdekjes. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përhapur shumë kjo lloj feste në thonjza, gati 120 milion amerikanë deklarojnë që e festojnë këtë festë, të rritur fatkeqësisht dhe fëmijë, por kjo hyri edhe në Evropë, por ka hyrë dhe në vendin tonë. Madje dhe në vendin tonë, siç thash, shikohet si një festë, madje publikohet edhe nga televizionet publike, por është dhe një festë në thonjza që ka hyrë edhe në ambiente publike të edukimit, si ka hyrë në kopshte, ka hyrë në për shkolla, dhe shikojmë aty që s'duan prindit e fëmijëve,
s'duan fëmijët, ata janë detyruar ta ushtrojnë sepse është si një program mësimor. Kjo është një çmenduri. Domethënë është një komplet një gjë e gabuar, sepse futen në programin mësimor diçka që nuk ka lidhje fare me mësimin, fare me kulturën tonë, fare me traditën tonë, fare me edukimin e fëmijës dhe me probleme me botën psikologjike të fëmijës. Madje është në dëm të psiqikës së fëmijës, si do shikojmë më poshtë, edhe në dëm të çdo tradite dhe kulture që ne e kemi edhe në respekt ndaj të fjeturve ose të vdekurve. Sepse, siç e shikojmë edhe në emisione televizive, në filma që japen gjatë kësaj periudhe, por të shikoni, filmat janë me magji, janë me adhurime satanike, janë me sakrifica, janë me seks të përzierë, histori kriminale, diabolike dhe të gjitha këto patjetër që është një okultizëm, satanizëm i mirëfillt. Halloweeni, edhe pse shfaqet si një fest argëtuese, ajo qartazi është një fest me karakter, si thash, të fshet, mistik, okultist dhe diabolik, sepse na çon direkt tek adhurimi i satanait. Jo rastësisht, dita e Halloweenit përkon me vitin satanik. Duhet dini se përveç kishave që janë kisha të Krishtit, janë krijuar, sidomos në shekullin e 20, nga Andon Lavey edhe kisha e satanait në Amerikë. Dhe është lejuar që kisha e satanait, jo vetëm në Amerikë, por është përhapur në shumë vende tjera të botës, ajo që është zyrtare, se ka dhe ato që janë të nëdheshme, dhe ata e festojnë vitin satanik, siç kemi ne vitin kishtar, në 1 nëntor. Pra, kur festohet Halloweeni, festohet dhe viti satanik. Pra, nuk duket sikur është një koincidencë, sepse jo më kot e vendosën vitin satanik në ditën e Halloweenit, sepse përputhen të dyja këto, si them, koncepte. Dhe duhet dim se edhe ato performanca, mënyra se si festohet kjo, për shembull, fëmijët shkojnë edhe trokasin ashtu të shpërfituar me kostume shtrigërie, trokasin në përdyer dhe thon trick of treat, do me thënë më jep një karamele në vend të rengës, tek satanistët, kjo përkthehet më jep një diçka në vend të mësoj magjin. Sipas statistikave, në këtë ditë ndodhin shumë mëkate trupore. Pra, ajo lloj arkëtimi që fillon kështu si shaka, vazhdon me pije, me drogra dhe me prostitucion, kurvëri, përdhunime, gjitha, me perversione, rrëmbime, dhunime, krime dhe sidomos tek fëmijët, të cilët kalojnë situata të frikshme, që krijojnë probleme psikologjike mbas festimit, në thonjza, dhe shumë fëmijë drejtohen tek psikiatri dhe tek psikologu, sepse në fund të ditës ata nuk flen dot më gjumrat, shikojnë fantazma, kanë frikra, kanë ankthe, dhe të gjitha këto vjen nga mënyra se si fëmijët përqasen me Halloweenin. Por duhet dim se përveç kësaj, sipas statistikave, për 10% e atyre që festojnë Halloweenin, këto vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo fëmijë dhe të rritur, 50% kanë probleme psikologjike. Dhe aq më tepër, shikojmë që në këtë ditë humbasin dhe fëmijë. Mbase kjo ju duket si kështu si konspiracion, por nuk është kështu. Është realitet, sepse fëmijët lirohen nga prindit që të festojnë dhe të shkojnë në përdyert e banorëve, në për pallate, siç janë dhe pallatet sot, këto pallatet e mëdha, kullat, edhe hyjnë, trokasin dhe kërkojnë pra atë në vend të karameleve ose trick of treat, më jep karamele që t'jap një reng. Por dihet se në për këto pallate ka njerëz dhe të ligj, ka manjak, ka satanist, ka njerëz të djallëzuar, ka njerëz kriminal, ka lloj-lloj. Dhe shikohet që fëmijët humbasin. Pra është një problem ky
që në vendet ku Halloweeni pra festohet në mënyrë të organizuar, shikohet një problem shumë serioz. Sepse përveç krimeve kemi dhe humbje të fëmijëve. Dhe këta fëmijë që humbasin, ku shkojnë ta? Patjetër që shkojnë në duart të këtyre njerëzve, të cilët i dhunojnë, i keq trajtojnë, i përdhunojnë, por dhe i terrorizojnë. Duhet di se satanistët i afrojnë terrorit djallit me gjak. Këtë e bëjnë edhe me gjak kafshësh, por dhe me gjak njerëzit, sidomos me gjak fëmijësh. Këto nuk janë thjesht kështu lajme horror që i shpikim neve, janë dëshmi të atyre dhe njerëzve të cilët ka qenë brenda këtyre grupeve satanike, por kanë dalë nga këto grupe dhe kanë dëshmuar se çfarë ndodh në datën 31/1, sidomos në këto vende ku bëhen meshat satanike. Prandaj ne krishterët ortodoks që pretendojmë se kemi besimin e vërtet, duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet të nakatosemi, të përzihemi me tilla lloj festash si ne të rriturit aq më keq edhe kur vendosin fëmijët. Shikoni çfarë na thotë apostulli Petro në lidhje me djallin, i cili përfiton çdo moment që ne jemi të shkujdesur dhe i krijojmë atij hapësirë. Jeni të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar të përpit cilin mundet. Pra, djalli nuk të fal. Në qoftë se ti shkon në territorin e tij, patjetër që ai do të përpi. Dhe mendo ti jesh në gojën e një luani, sa vështirë dhe pamundur të dalësh. Po të hysh në kthetrat dhe gojën e përbindshit të madh e Leviathanit, e djallit, si mund dalësh përandej? Prandaj këto nuk janë lodra, që se po i bëjmë e po argëtohemi e po nesër pasaj harojmë. Jo. Duhet pasur shumë kujdes nga mentaliteti i turmës, që nuk kupton dhe atë që është vdekje e quan jetë, atë që është horror e quan arktim, por neve të krishterët nuk ecim me turmën. Prandaj dhe neve duhet të ndahemi nga bota. Misia me botën është armisi me Perëndin, siç thotë apostulli Jakobi në letrën e tij. O shkelës të kurorës, dhe drejtohet krishterëve të asaj kohe që marrin si dhe një këmbë nga Zoti, një këmbë nga djalli. Një sy nga qielli, një sy nga ferri. Shikoni si u drejtohet. Ai pra që është mik me botën, bëhet armik i Perëndis. Mos e doni botën, atë gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës nuk vjen nga Ati. Duhet dim se të krishterët që në shekullin e parë dhe në çdo kohë nuk ju lejohet me kanone kishtare të marrin pjesë në festa pagane. Çfarë do qofshin këto? Këtu flasim edhe për ditën e verës që kemi folur, që është një festë pagane me fill, aq më tepër në ditën e Halloweenit, që është kryer një festë satanike. Sepse të gjithë perënditë e kombeve janë idhuj ose janë demona, thot psalmisti. Në dhjetën e vjetër, izraelitët monoteist e kishin kategorikisht të ndaluar pjesëmarrjen në praktika fetare të idhujve ose të idhujtarëve, sidomos në lidhje me të vdekurit, pra me kultin e të vdekurve. Shikoni çfarë na thuhet, të mos gjendet midis teje ndonjë që kalon birin ose bien e vet në përzjarr, ose ndonjë që praktikon shortarin, fallin, për parashikime, interpreton shenja dhe merret me magji, ose ai që përdor ryshtje, as me djume, që konsultojnë frymrat, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti. Dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzën para teje. Ti do të jesh i përkryer para Zotit, Perëndis tënd, na thuhet tek ligji i përtërir. Sa që Izraeli u kurvërua, që do të thotë u bashkua me idhujt dhe mori pjesë në festime pagane dhe hëngri nga ushqimet kushtuar idhujve, ai u ndëshkua nga Zoti. Shikoni çfarë na thuhet te psalmet. Drejtohet
Izraelit asaj kohe. Ata i shërbyen Baal Peorit dhe ëngrin flijimet e të vdekurve. E zemëruan Perëndin me veprimet e tyre dhe mes tyre plasi murtaja. Kanonet kishtare, thash, janë të vendosur nga sinodet e shenjta, ndalojnë pjesëmarrjen e krishterëve në këto festime. Shikoni çfarë thuhet në kanonin apostolik 72. Çdo i krishterë që i jep vaj një tempull i pagan ose sinagoge, për festat e tyre aforizohet, nxirret jashtë kungimit. Sinodi ekumenik i Pentektit, për sa i përket çdo zakoni dhe feste idhujtare, vendosi këto. Kanoni 62. Ku ndalon vallëzimin e grave dhe vallëzimin e tjerëve me emrin e zotave të grekërve, të paganëve. Gjithashtu ndalohet burrave të veshin rroba grash dhe anasjetas. Gjithashtu sipas këtij kanoni ndalohet edhe përdorimi i maskave që visheshin gjatë këtyre festave pagane. Një klerik që ka dieni për këtë urdhëres dhe vepron kundër kësaj, qirotoniset dhe nëse është laik, ai nxirret jashtë kungatës. Pra nuk është kaq e thjeshtë kjo, siç mendojnë disa që shkojmë aty s'ka gjë se prap shkojmë të kishë të dielën. Të krishterët janë ikona e Krishtit dhe si mund të lejohet të shpërfytyrohet ikona e Krishtit me maska demoniake. Pra neve shpërfytyrojmë veten tonë, jo thjesht veten tonë, por ikonën e Krishtit që është stamposur tek neve. Prandaj, ta shpërfytyrosh veten me botën e vdekjes, të manjakëve seksual, të killerëve, vampirëve, të shtrigave, që është një botë e tërë paullësie dhe neveritshme për Zotin, si mund të jesh në rregull me Perëndin? Shikoni çfarë na thuhet te Psalmi. U përzien midis popujve dhe mësuan veprat e tyre. U shërbyen yllive tyre dhe këta u bën një lag për ta. U afliuan demonëve bi dhe bijat e tyre dhe derdhën gjak pafajshëm. Gjaku i bijve të tyre dhe bijave të tyre që fliuan për illujt e Kanaanit dhe vendi u ndot nga gjaku i derdhër. Kështu ata u ndotën me veprat e tyre dhe kurvuruan me aktet e tyre. Dhe zemërimi i Zotit u ndes kundër popullit të tij, dhe ai ndjeu një neveri për trashëgiminë e tij. I lanë në dorë të kombeve dhe sunduan nga ata që urrenin. Armiqtë e tyre i shtypën dhe ata i unushtruan pushtetit të tyre. Pra, ajo çfarë ndodhi me popullin e Izraelit ndodhe me popullin e krishterë. Zoti është po ai dashuri, por dhe drejtësi. Kjo festë është festë e errësirës. Është festë që bëhet natën, nuk bëhet ditën, sepse ne dimë që errësira është simbol i të keqes dhe drita ose agimi i diellit është simboli i të mirës. Prandaj Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Kurse djalli është, si themi, Zoti i errësirës, Zot në thonjza, dhe prandaj duhet pasur shumë kujdes, sepse vetë edhe mënyra ose koha që festohet ose festohet, themi në thonjza gjithmonë për ata që e quajnë fest, se kjo është një tmerr, patjetër që bëhen në errësirë. Errësira është koha ku dalin frymrat e liga, siç dalin ato kafshët e egra, zvarranikët, për gjah, kështu dhe demonët dalin në errësirë. Prandaj njerëzit nuk duhet shumë të rinë në errësirë, por të mblidhen në shtëpitë e tyre dhe të mbrohen nga këto frymrat e liga. Kurse ndodhe kundërta. Njerëzit në errësirë dalin sot, jetën e bëjnë natën. Pse bëjnë natën? Mos bëjnë një punë të mirë natën? Jo, bëjnë punë të errësirës. Punë të kurvërisë, punë të vjedhjes, punë të gënjeshtjes, punë të mashtrimit, punë të djallit. Siç është edhe puna e kësaj feste diabolike. Shikoni çfarë thot Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Romakëve. Le të ta flakim pra veprat e errësirës dhe le të veshim armët e dritës. Prandaj i themi të gjitha këto sepse nuk është kaq e thjeshtë kjo puna e marrjes pjesë në Halloween, dhe nëse kemi marr pjesë vet ose kemi çuar dhe fëmijët, duhet patjetër jo vetëm të kërkojmë falje Zotit, por dhe duhet ta rrëfejmë se është mëkat. Ke hyrë me dashje, pa dashje ti ke hyrë në botën e errësirës. Ke i ndikuar prej frymrave demoniake, ke adhuruar satanajin, i ke shërbyer satanajit, ja ke bërë qefin djallit. Dhe patjetër ke mërzitur Zotin, angjëjt dhe shenjtorët. Le të flasim edhe për diçka tjetër. Shpenzimet që bëhen për këtë festë, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë $10 bilion.
që bishen rrobat për një ditë dhe pastaj hidhen. 10 bilion dollar, ku ka njerëz në botë që vuajnë dhe vdesin nga uria. Kurse njerëzit, gjoja të krishterë, se flasim se ata quhen dhe të krishterë, këta harxojnë parat e tyre jo vetëm për qefe dhe për argëtim, por për adhurimin e djallit, për shërbesat demoniake. Atëherë si mund të justifikohemi? Si mund të justifikohen këta të krishterët që i përdorin parat e tyre në këtë mënyrë duke i shërbyer djallit? Prandaj Krishti thot: pata uri e nuk më dat për të ngrënë, pata etje nuk më dat për të pirë. Isha i huaj dhe nuk më pritut, i zhveshur e nuk më veshët, i sëmur në burg dhe nuk erdhë të më shikoni. Kujt ja drejtoj? Këtyre pra llojit krishterëve në thonjza, që hiqen edhe si të krishterë, madje dhe ofendohen kur ti thua nuk duhet festosh Halloween, thot kjo është fanatizëm, kjo nuk ka duhet të jesh mendje më e hapur, domethënë sepse nuk ka ndonjë gjë të keqe, një ditë është ajo, por Zoti thot gjëra të tjera. Jo vetëm mënyra se si ti argëtohesh me djallin, që s'argëtohesh kur, por edhe ti harxhon para, pasuri që Zoti ta ka dhënë që ti ta menaxhosh, jo vetëm për vete, por dhe për të afërmit, sepse çdo gjë që ja kemi bërë tjetrit, ja kemi bërë Zotit. Jetojmë në një marrëzi kolektive që ka pasojat e saja, dhe sidomos të krishterët. Pse? Sepse ne e dim vullnetin e Zotit, ne e dim të vërtetën e botës të fshetë. Si shkojmë neve? Çfarë na thuhet? Shërbëtori që e dinte vullnetin e Zotërisë dhe nuk u bë gati e nuk kreu vullnetin e tij do të rrihet shumë. Por ai që nuk e dinte dhe bëri gjëra që meritojnë të rrahura do të rrihet më pak. Kujt i dha shumë do t'i kërkohet shumë. Atij që u besua shumë do t'i kërkohet edhe më shumë. Prandaj neve Zoti do na kërkojë më shumë se bota. Nëse bota më katon, ai di. Por ti thot e quan veten të krishter dhe shkon dhe bashkohesh me botën në këto festa horrori dhe diabolike, patjetër që Zoti do na qortoj. Shikoni çfarë na thuhet. Që demoni e lufton më shumë krishterin dhe mundon më shumë krishterin i cili largohet nga Krishti, sepse e bën me ndërgjegje. Kur fryma e ndyrë ka dal nga një njeri ende në përvende të thata duke kërkuar qetësi, por nuk gjen, atëherë thot, do të kthehem në shtëpinë time nga ku kam dal. Dhe kur arrin e gjen të zbrazët, të pastruar dhe zbukuruar, atëherë shkon dhe merr dhe 7 frymra demon të tjerë më të ligë se ai, të cilët hyn dhe banojnë aty. Kështu gjendja e fundit i këtij njeriu bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu do ndodhi këtij brezit të mbrapsht. Pra ne na është larguar djalli se jemi pakzuar. Por kur largohet djalli nga neve, ai shkon të banoj, siç thot Zoti, në vende të tjera dhe zgjen banesë dhe kthehet tek neve. Po kur na gjen neve pa Krishtin, sepse ne jemi larguar nga kisha, ne nuk shkojmë më në shërbesa fetare, por shkojmë në shërbesa diabëllzore, patjetër jo ai demon që ka dalë kur jemi pakzuar, por do marrë edhe 7 të tjerë ai, prandaj dhe krishterët dalin nga faza. Dhe quajnë veten krishterë, po janë njerëz me probleme psikologjike, psiqike. Trajtohen me ilaçe. Ti je krishter dhe trajtohesh me ilaçe psikologjike, me hape për gjumë, kjo është skandal. Skandal. Ti nuk je i krishter. Ti je pa Krishtin. Sepse ankthi, probleme psikologjike janë demoniake, e thon shenjtorët. Nëse është tjetër gjë ke dëmtuar trurin, por nuk po flasim për dëmtim truri kur nuk artikulohesh dote, por kur ke ankthe, frikra, depresione, këto nuk janë kështu nga asgjëja. I ke lejuar vend djallit në zemrën tënde. Po si vjen djalli duke i dhënë ti mundësi. Dhe një mundësi është kjo pra, të shkosh të marrësh pjesë në këto argëtime. Dhe me keqja të çosh fëmijën tënde. Fëmijën tënde t'i japësh me duart e tua, djalli tha merre dhe shkatro ma fëmin. Sepse ai fëmijë do bëj atë që shikon. Ju dini se nga shikimi vjen 80% e informacionit. Çfarë ndodh me gjithë ato që ne shikojmë? Ti një gjë shikon dhe të kujtohet. A e kujtoni këtu ose ju ka ndodhur këtu kur luteni që ju kujtohen dhe gjëra që nuk doni t'i kujtoni? Sepse djalli ju kujton imazhet që keni parë edhe pa dashje. Ja kujton këtu në lutje, mund ka ndodhur disa herë. E duhet luftoj me veten. Ju ndoshta nuk kuptoni, nuk shikoni, po unë luftoj, kthem Zotit më fal, ma largo këtë imazh. Që e pash rastësisht. Hapa telefonin, hapa televizorin, më doli përpara.
dhe ma kujton djalli. Po mendo të shkosh vetë, e të rish, e të arktohesh, e të kesh përpara këto pamje të frikshme, horrore, edhe të ndyra dhe imorale, mendo se ato do ikin nga psiqika jote. Janë aty, por çfarë ndodh tek fëmia? Fëmia është ajo plastelina që ti, çfarë do gjurmë që japësh, ajo mbetet aty. Dhe mbetet në subkonsciencë. Dhe krijon probleme psikologjike, jo afat shkurtra, afat gjata. Dhe ta bësh të ti, prindi, kundër fëmisë tënd. Kjo është skandal. Aq më tepër kur pretendon se një prind i krishterë dhe ta bësh këtë, kjo është e tmerrshme. Prandaj janë gjëra shumë serioze dhe kjo është arsye që neve i diskutojmë dhe i rikthejmë në vëmendje që mos të infektohemi nga turma. Shikoni, do t'ju lexoj edhe mbyll me këtë, çfarë ka thënë Shën Nikola i Ohorit. Se ndoshta dikush thot, ti po thua, po kush je ti? Unë jam një katekist, zyrtar në Kishën Ortodokse, po dikush do thot, Mironi është tip fanatiku, mos e dëgjoni shumë. Po këto si janë fjalët e mia. Unë lexova Ungjillin, Biblën dhe tani do lexoj atë çfarë thon shenjtorët. Shën Nikola i Ohorit, që ka qenë një nga predikuesit mbasi Shën Joan Gojarti, thot: në natën e Hallowenit e shtrigave, është e qartë se ne të krishterët ortodoks nuk mund dhe nuk duhet marrim pjesë në një festë të tillë idhujtare në asnjë nivel, edhe nëse do të ishte vetëm argëtuese për fëmijët, sepse ajo përfaqëson drejt për drejt heqjen dorë nga Zoti ynë dhe besimi ynë i shenjtë ortodoks. Sepse nëse e lejojnë fëmijët tanë të maskohen dhe i lëm të shkojnë në errësirë dhe të lypin ëmbëlsira në këtë mënyrë, ne pranojmë vullnetarisht barsinë e të vdekurve. Perëndia e cilëve nuk është hynia Samhaj, por vetë Satanai, princi së keqes dhe ëmbëlsira që do të merrnin, nuk do të përfaqësojnë një dhuratë të pafajshme për fëmijën, por një ofertë për vetë djallin. Le të kujtojmë ararësit tanë të krishterë nga shekujt e parë, së pari do zgjidhin vdekjen trupore në vuajtje më të këqija se sa do të pranonin një flijim për illujt, dhe në këtë mënyrë do të hiqnin dorë nga Krishti. Pra, nuk do ta pranonin. Perëndia ynë i cili na urdhëroi, s'keni zot tjetër përveç meje, thot Shën Nikola i Ohorit. A e kuptuat? Si tha ai? Çfarë thot ai? Dhe shenjtorët flasin në frymëzimin e Shpirtit Shenjtë. Prandaj, ju drejtohen të krishterëve ortodoks, por kushdo që ka vesh për dëgjuar, nuk duhet të kremtojmë në asnjë mënyrë festa të tilla, sepse ato automatikisht na largojnë nga Perëndia. Zoti ynë Isu Krisht është Zoti i dashurisë, po është dhe Zoti i drejtësisë. Zoti thot: kush nuk është me mua është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, ai shpërndan. Dhe Apostulli Pavli na thot: nuk mund të pini edhe kupën e Zotit, edhe atë të demonëve. Prandaj gjërat janë të ndara. Amin.